Pas 65 vitesh i humbur janë gjetur eshtrat e një të pushkatuarit të regjimit komunist, banor i fshatit Mërqi të Lezhës. Eshtrat e Ndrec Mark Zefit u gjetën në malin e fshatit në afërsi të kishës, ku ishte pushkatuar në moshën 41 vjeçare, pasi kundërshtoi regjimin e kohës. Ka qenë këmbgula e familjarëve që mundsoi gjetjen e eshtrave që i kërkonin prej 25 vitesh. Unë një vetin se 20 vjeçë. Si më thanë nuk du mall më të madh me dhanë tonë botën. Të paktën kur shkej. Ke kisha, shkej e lomtën se di sa kam babën rresht me gjithë njerëzit ku e ka pavenoi pare mëra. Banor të vjetër të zonës, të cilët mbajnë mend ngjarjen, thonë se Zefi i zëmprit nga forcat e sigurimit të shtetit, të cilët më pas e kanë ekzekutuar dhe varrosur në të njëjtin vend. Ka marrë me ta, ka arë baba i vetë, e i ka rosë sipër vorit, e të qonë. Por në rest, thote, kum më i miri unë për ti, më në rest të qojë shkreti. Ka qenë një antikomunisti flakt, që ka luftu për një shtet demokratik, e kanë pre në bezë. Eshtrat e gjetura janë rivarosur, ndërsa sot familjarët pas 65 vitesh do kenë vendin ku prehet i afërmi i tyre.